ruajmë dhëmbin, e tha dhe vetë që ndodhin problemet të ndryshme, traumat të ndryshme. A rekomandohet me njëherë pas largimit dhëmbit, mas një muaj me vendos implantin apo me prit një kohë? Ajo është shumë individuale, varësisht domethënë dhëmbi për çfarë arsye largohet. Nëse dhëmbi i cili do të largohet, domethënë ka ndoshta ndonjë lëvizje paradontopati ose ndonjë frakturë e dhëmbit ku nuk ka infeksion, atëherë implanti mund të vendoset më njëherë në hapësirën ku dhëmbi nxjerret, domethënë ekstrahohet, edhe në atë hapësirë ku ekstrahohet dhëmbi, më njëherë vendoset implanti. Se dihet, domethënë momentin kur dhëmbi nxjerret, domethënë ekstrahohet, edhe në atë hapësirë ku ekstrahohet dhëmbi, më njëherë vendoset implanti. Se dihet, domethënë momentin kur dhëmbi nxjerret, nëse nuk vendoset ose implanti ose diçka tjetër, koska shkon tu resorbu, domethënë shkon tu shkatru. Domethënë nëse vendoset implanti, atëherë domethënë organizmi e regeneron ose integron çatë hapësirën ku ka qenë vendosë alveolën